E rënd Vjera godet me sende të forta nusen e djalit. Ndaj një 75 vjeçare i ka nisur hetimi në Tiranë pasi ka dhunuar bashkëshorten e djalit të saj. Policia thot se ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasen MK 75 vjeçe, sepse pas një konflikti të çastit ka goditur me një send të fortë bashkëshorten e djalit të saj. Madje 75 vjeçaria ka tentuar ta godas bashkëshorten e djalit edhe me një mjet prerës. Referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasen MK 75 vjeçe, sepse pas një konflikti të çastit ka goditur me një send të fortë bashkëshorten e djalit të saj dhe ka tentuar ta godas me mjet prerës, njofton policia. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.